Përshëndetje të nderuar shikues. Po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Grupi KIS Kosova ka prezantuar së fundmi një hartë tematike që ilustron liçenet artificiale kryesore të vendit dhe kapacitetin e tyre ujor, duke tërhequr vëmendje ndaj sfidave serioze që lidhen me qëndrueshmërinë afatgjatë të burimeve të ujit në Kosovë. Në këtë raport, pas liçenit të Ujmanit, renditet edhe liçeni i Radoniqit. Leotrim Krasniqi, ekspert nga grupi i Kosovës për sistemet gjeografike, thotë se në liçenin e Radoniqit kapaciteti i ujit për banor është dukshëm më i vogël në krahasim me mesatarin e Kosovës. Leotrim Krasniqi, ekspert nga grupi i Kosovës për sistemet gjeografike të informacionit, ka theksuar se analizimi i gjendjes së burimeve ujore në Kosovë është thelbësor për të kuptuar realitetin me të cilin po përballet vendi. Në konsiderat të rolit thelbësor që luan uji për jetën e njeriut, ne kemi analizuar liçenet artificiale të Kosovës dhe kapacitetin e tyre ujor. Ky nuk është vetëm thjesht një studim teorik, por një analizë e gjendjes reale. Kemi parë sa i përket kapacitetit të ujit. Krasniqi tha se rajoni i Gjakovës, i cili furnizohet kryesisht nga liçeni i Radoniqit, kapaciteti i ujit për banor është dukshëm më i vogël në krahasim me mesataren e Kosovës. Kosova ka gjithsej 577 milion metra kub ujë, që përkthehet afërsisht në 360 metra kub ujë për banor. Gjakova, ose regioni i Gjakovës që furnizohet nga liçeni i Radoniqit me gjithsej 113 milion metër kub ujë, qëndron pak më mirë në krahasim me Kosovën me gjithsej 423 metër kub ujë për banor. Sipas Krasniqit, kjo situatë paraqet rrezik real për Gjakovën, pasi liçeni i Radoniqit nuk furnizon vetëm komunën e Gjakovës, por edhe disa komuna të tjera përreth. Rreziku është real edhe për Gjakovën, sepse burim kryesor është liçeni i Radoniqit, që është furnizues jo vetëm për komunën e Gjakovës, por edhe për disa komuna të tjera. Kur bie nivelit i problemi nuk shihet më njëherë, por ndihet sidomos gjatë sezonit së korrikut të gushtit. Me temperaturat e larta dhe rreshje të pakta, rezervat shpenzohen shumë shpejt. Kjo nuk është një situatë hipotetike, por është një realitet që është duke përsëritur çdo vit. Në përfundim, Krasniqi theksoi nevojën urgjente për menaxhim më të mirë të burimeve ujore dhe planifikim afatgjat, në mënyrë që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ujë për qytetarët e Kosovës. Në vigjilje të festave të fundvitit, ajo që bie në sy janë rritja e çmimeve të shumë produkteve e posaçërisht atyre bazike. Kjo situatë po avështirëson edhe më shumë shportin familjare që sipas qytetarëve po zvogëlohet edhe në mënyrë të furnizimit. Në një prononcim për mediumin ton, disa prej tyre kanë kërkuar kontrolle më të shtuara për parandalimin e kësaj dukurie shqetësuese. Në prag të festave të fundvitit, kur tryezat familjare tradicionalisht mbushen më shumë se zakonisht, qytetarët po përballen me rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Sipas të intervistuarve, çmimet e mishit, vajet, produkteve të qumshtit dhe produkteve tjera ushqimore kanë shënuar rritje, duke e bërë më të vështirë për shumë familje përgatitjet festive. E për këtë situatë konsumatorët shprehen të shqetësuar, duke pohuar se rritja e çmimeve po ndikon drejt për drejt në buxhetin e tyre. Çmimet janë kupçillit. Për çdo ditë për hypin si gjona ushqimore, si me perime tonat, çmimet janë shumë të larta, me pensionet shumë për dalim kryqyshën kry. Tona shkojnë në rand, qeveria i ka fajet që i lërë me ngritë çmimet. Çmimet i shku kupçillit. Me nëzit që për dalim kry muj. Ngrejtë për zbritje s'ka kujgjo s'ka. Vaj, oriz, makarona, këto që janë të përditshme. Se le këto fruta e këto që spreken. Tarët janë shumë dopta, ekonomia shumë e dopt, njerëz në varfëri e në largim janë gjithmonë. Si ma vene këtu? Ku ka mi mojtë vene? Çmimet bazike, që 3 muj e kënaj, veç ka ngritje, se nuk ka zbritje. Kostoja e jetës është shumë e shtrejtë. Shporta,
familjare. Në qilë, s'po di që me thonë të tërgjohë. Mundet me ndodhë ngritja e çmimeve mas vitit të ri. Dhe më thonë ka para lajmërime. Me siguri, gjatë këtyre ditëve nuk parashoh që do të ketë ngritje. Për shumë arsye. Janë në çështja dhe zgjedhjeve tjera, domethënë çmimet do të jenë po ato që kanë qenë deri tani. E mas vitit të ri është shumë e parashikueshme se çka mundet me ndodhë. Kryetari i Shoqatës së Konsumatorit, Selatin Kaçaniku, tregoi se rritje reale të çmimeve ka, ndërsa zbritjet nuk vrehen. Ai thekson se çdo lëvizje në treg rëndon mbi konsumatorin, i cili njëkohësisht është edhe taksa pagues, ndërsa qytetarët kërkojnë më shumë kontroll mbi çmimet dhe masat nga institucionet përgjithëse, sidomos në periudha festive kur shpenzimet rritën ndjeshëm. Mbetemi tek problemet e konsumatorëve dhe sjellim një tjetër kronik. 5.3% është rritur inflacioni gjatë muajit nëntor në Kosovë, që përpasoj po dobëson edhe fuqinë blerëse. Kjo rritje sipas ekonomistit Jakub Bellaqa po vlerësohet si më të larta gjatë këtij viti krahasuar me muajt e shkuar. Rritja e inflacionit në muajin nëntor të këtij viti në 5.3% ka dobësuar edhe më tej fuqinë blerëse në raport me inflacionin e muajve tjerë. Njohësi çështjeve të ekonomisë Jakub Bellaqa në një lidhje virtuale për Mediumin ton, thotë se në këtë muaj është inflacioni më i lartë dhe i njëjti ka dobësuar shumë shportën e konsumatorit. Muajin nëntor kemi një inflacion prej 5.3%, faktikisht është inflacioni më i lartë mesatar, domethënë në këtë vit, po edhe ndër vitet e mëhershme. E kjo e përkatëson tregues makroekonomik, edhe e përkatëson i shportën e konsumatorit, ekonomive familjare, sepse faktikisht inflacioni për çdo muaj është duke rritur, ndërsa pagat ngecin me një vend që nuk ngritën. Faktikisht, kjo dobëson fuqinë blerëse, edhe sidomos i kërcënon apo ndikon negativisht tek kategoritë me tyra të ulta. Ekonomisti Bellaqa tutje vuri theksin edhe te statistikat e rritjes së inflacionit nga muaji korriki këtij viti. Nga korriki, për shembull 4.3% korriki këtij viti në krahasim me korrikin e vitit kaluar, gjithashtu gushti 4.5% krahasim me gustin e vitit kaluar, shtatori 4.7%, tetori faktikisht 5.1%, ndërsa nëntori 5.3%, që është e ndjeshme për ekonominë e Kosovës, sidomos i preke produktet elementare, bazike, produktet ushqimore. E kur është fjala te faktorët që ndikuan në rritjen e inflacionit, Bellaqa ka përmendur disa prej tyre. Që ka ndikuar më shumë është faktorat e mbrëmshme, si faktorë e mbrëmshme di energjetik është sidomos gjashtor ngritja e çmimit të energjisë elektrike 16.1%, gjithashtu faktori tjetër është thjesht mosformimi i institucioneve qendrore, qoftë parlamentit, qoftë qeverisë, që ka ndikuar që mos të ketë mekanizma efikas që të krijojnë një ekuilibër social. Ndërkohë, doktoranti i ekonomisë Edisonja Kurti në një publikim në rrjetin e tij Facebook ka nxjerrë të dhëna mbi rënien drastike të fuqisë blerëse në Kosovë, duke ilustruar përmes shifrave se inflacioni ka zhvlerësuar paranë e qytetarëve. Sipas tij, inflacioni e ka gërryer ndjeshëm fuqinë blerëse në Kosovë këto 3-4 vitet e fundit. Në vitin 2014 me 100 euro të vitit 2019 do të mund të blini mallra shërbime në vlerë rreth 105 euro. Në vitin 2025, 100 euro e vitit 2019 vlen vetëm 78 euro. Atë që në vitin 2019 e blini me 100 euro, në vitin 2025 na kushton rreth 128 euro. Në një tryezë diskutimi të mbajtur gjatë të hënës në Gjakov është diskutuar për edukimin medial dhe lajmet e rreme. Aty u fol gjëra gjatë se si ndikojnë lajmet e pavërteta në komunitet, si duhet të mos bien prej tyre dhe cilat janë format më të mira për të mbrojtur nga lajmet e propaganduara pa kritere.
Në kuadër të programit të Bashkimit Evropian në Kosovë, edukimi për median dhe informimin, në Gjakov sot është hapur zyrtarisht ekspozita The Classroom Misinformation Edition, si dhe është mbajtur një punëtori interaktive mbi edukimin medial. Eksperti për edukim medial, gazetari Visar Prebreza, është shprehur se është e rëndësishme që të kemi edukim bazik për të dalluar informacionin e vërtet ndaj atij të rremit. Është informacion për shëndetësi, sot na shohim edhe tjetër informacion për rreme që kanë bëjë me liderët tonë, me politikanët, që kanë bëjë me historinë tonë, me herënjët tonë. Dhe secila prej tyre mundet me qenë e gabuar dhe rrjedhimisht mundet me ndiku me pas synim ndikimin e shtresave të ndryshme. Unë shpesh herë e them po çysh ka me ndiku dikush që na me fillu me menu negativisht për një hero tonë i cili ka rënë. Mirë pa e që duhet me pas parasysh, është që gjeneratat e reja, që kanë një mas lufte, ata konsumojnë informacion. Dhe bedia e tyre, përcaktimi e tyre, gjykimet e tyre, për historinë, për të ardhmen, për Kosovën, kanë mundëvar për informacionin që ata e konsumojnë. Prandaj është tepër e rëndësishme që na me u eduku, me pas një edukim bazik për me ditë cilë është informacioni i vërtet, cili është informacioni rënd, pse na nuk duhet me besu një informacionit rënd, cilat janë portalet që imitojnë gazetarë dhe imitojnë faqe gazetareske, të cilat synojnë me manipulu opinion. Ndërkaq eksperti Prebreza tha se sot dezinformimi është një prej armëve të shumë shteteve, biznesave e subjekteve politike që e përdorin për të arritur synimin e tyre. Zakonisht pushorta dezinformuese janë sot është njëra prej armëve të shumë shteteve, të shumë bizneseve, të shumë partive politike për me arritur synimet e tyre. Pra në luftën e tyre që ata e bën. Po supozojmë, nëse marrëm luftën që ka qenë në Kosovë, gjeneratat që janë pak më vjetra e kanë jetuar. Ne e dim cilat kanë qenë dezinformata që na u kanë shërbyer. Domethënë, nëse dikush ka vdekur edhe e ka vrarë dikush në rrugë, në automatizëm, ata është prezentu si dikush që është militantist, si dikush që ju ka gjenë një amatim, anashtë aje ka qenë nxënës edhe ka pas në fletore një. Pra, për shkak se synimi ka qenë domi që po dashme me bu. Qëllimi i punëtorisë dhe ekspozitës multimediale ishte shpalosja e mënyrave se si teknologjia, dezinformimi dhe mbledhja e të dhënave ndikojnë në sjelljet e përdoruesve në hapësirën digjitale. Ky lloj edukimit është hapi formë. Shitja e mjeteve piroteknike tek fëmijët është e ndaluar, por jo gjithmonë ky parim respektohet. Kjo pasi shitësit ilegal të cilët nuk janë të licencuar për shitjen e mjeteve piroteknike shumë shpesh ju shesin fëmijëve të cilët as që janë në dieni për rrezikun që mund të kenë këto mjete. Me afrimin e festave të fundvitit, në shumë qytete të vendit janë shfaqur tenda të improvizuara në trotare dhe hapësira të përcaktuara, ku po shiten mjete piroteknike dhe fishekësjare, shpesh pa licencë dhe pa respektuar kriteret ligjore. Enver Partolla, operatori licencuar për shitjen e fishekëzjarreve, thotë se problemi kryesor mbetet shitja ilegale, veçanërisht ndaj personave nën moshën 18 vjeçare, të cilët shpesh nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun dhe përbërjen e këtyre mjeteve. Procedura për shitjen e piroteknikës, domethënë mjeteve piroteknike, petardeve ose fishekëzjarreve, për më rregull duhet me pas licencë. Për ndajimit pajisje me licencë. Çështja është se këtu nuk po përfillen rregullat edhe më thonë nga askush, edhe sidomos ka persona që shesin në moshën 18 vjeçare që nuk dinë me çka kanë përballë. Me çka përballën. Çfarë punë është kjo? Kjo pak punë e rrezikshme. Inshallah ndodh kujt ndodh me pas këtij problemit. Po mirë është me pas masa më marrë vetë shteti. Mi ndalu njerëz që nuk kanë pajisje me licencë. Ai thekson se kjo është një punë rrezikshme dhe kërkon përgjegjësi të lartë sipas tij. Subjektet e licencuara janë të pajisura me leje nga Ministria e Mbrojtjes dhe kanë kryer trajnime specifike për këtë lloj aktiviteti. Na punojmë domethënë moti imi të pajisje për Ministrisë e Mbrojtjes, Ministrisë e Meqes në Prishtinë për licencë fishekëzjarreve, për shitjen e fishekëzjarreve. Dhe kemi kryer trajnime për këtë punë.
Krahasuar me vitin e kaluar, sipas tij ka rreth 40% rënje të punës, edhe pse ditët në prag të vitit të ri pritet të sillin pak më shumë interesim. Për momentin është rënje shumë e madhe, krahasim me vitin e kaluar është 40% rënje e interesit. Domethënë nuk ka interes për momentin. Fakt që ditëve tashme afrimi i vitit të ri ka interesim më të madh, por nuk është çështje ka qenë as vjet. Për 4% ka rënje të punës. Një tjetër shqetësim mbetet edhe rritja e çmimeve. Shumë pak mund me pas nështë ngritje, se herë të marrim mallin gjithmonë vjen me mashtrajt e mashtrajt. Se u hyp edhe nivel botëror, hyp edhe Kina ka shëjtu mallin. Kjo është dokuri që ne përcjellim të ne. Çdo gjë është ngarkesë për popullin, për qytetarët. Shitja e pakontrolluar e mjeteve piroteknike, veçanërisht në hapësira publike dhe ndaj të mitureve vazhdon të mbetet një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve, ndërsa kërkohet ndërhyrje më e madhe e institucioneve për zbatim të ligjit dhe parandalimin e ndonjë aksidenti. Gjykata Supreme ka shpallur të paleqshme dhe i ka shfuqizuar nenet e një udhëzimi administrativ që obligonte pensionistët të paraqiteshin në departamentin për pensione për të dëshmuar se janë gjallë ose në të kundërtën të përballeshin me humbje të pensioneve. Ky vendim i ka gëzuar shumë pensionistët e sidomos ata të moshës së shtyr, të cilët kanë pasur shumë vështirësi shëndetësore, por u është dashur të bëjnë patjetër lajmërimi në institucionin ku marrin pensionet. Pensionistët nuk do të jenë më të detyruar të paraqiten çdo 6 muaj në autoritetet shtetërore për të dëshmuar se janë gjallë në mënyrë që t'u vazhdohet pensioni. Gjykata Supreme ka shpallur të paleqshëm udhëzimin administrativ që përcaktonte këtë rregull, duke e konsideruar atë barë të panevojshme dhe diskriminuese për pensionistët. Njëri nga pensionistët thotë se ky rregull i ka shkaktuar probleme serioze, pasi për shkak të vonesës së njoftimit, pensioni i është ndërprer përkohësisht. Ky vendim i gjykatës është i mirëpritën edhe ka sukses për pensionera për të vjetër, se ka njerëz që janë pa lëvizshëm, s'kan mujt më udhëtu, duhet me pagu kerrin e me çu ose të vjetrin ose plakën pa marrë parasysh shkakon se ta ndërprejshim. Unë 2 ditë me 13 kom pas më lajmëru, kom harruar, me 15 me 17 jem shku, ma ka nol. Tha, sistemi ka qitë për renë 2 muaj ditë, unë edhe gruaja s'kena marrë pension. Pse si në lajmëru me ko? Po harran njeri i vjetër harran, po ta është ima gjykata kushtetuese kështë pru vendim me hek për ligjit, për qeverisë për ligjit, edhe është i mirë pritën edhe neve në ka gëzu, sidomos pensionerëve, se edhe në ka kushtu, ja paguje kerën, ja shkoja nena, është i mirë pritën. Ky vendim është mirë pritur veçanërisht nga pensionistët që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe që deri tani kanë qenë të detyruar të paraqiten fizikisht, shpesh edhe në kushte të vështira shëndetësore. Ky vendim është i mirëthardhën. Na pletë smund, po duhet me shku me taksi. Më paraqit. Ku më shku tash një smund me taksi ma janë që kjo është mas e qëllume. Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se ky vendim i Supremës është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi bara verifikimit nuk mund të ngarkohet qytetarëve. Temperaturat e uleta dukshëm kanë ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë në qendrat e mjekësisë familjare si rezultat i virozave sinore. Profesionistët ndërkohë apelojnë për kujdes më të shtuar duke mos përjashtuar edhe vaksinimin si mundësinë më të mirë për të mbrojtur nga gripi. Në qendrën e mjekësisë familjare 1 aktualisht ka rritje të numrit të pacientëve me simptoma të gripit. Doktoresha Vera Pitaçi thotë se kërkesat më të shpeshta për vizita janë kryesisht nga moshat e vogla. Këto ditë kemi një rritje të theksuar të pacientëve me simptoma të gripit. Sidomos më theksuar tek fëmijët e shkollave, fëmijët në kopshte dhe fëmijët vegjël. Doktoresha Pitaçi tregon disa nga simptomat më të shpeshta. Po zakonisht vijnë me temperaturë të lartë, dhimbje fyti, kollitje, dhimbje të lodhur janë, dhimbje trupit. Trajtimi është kryesisht simptomatik.
Varësisht për simptomave, tek gripi më tepër është terapia simptomatike. Do të thonë me paracetamol, me shupa të kollit, me këto më tepër. Atëherë që ka përkeqësim të gjendjes që kalon për 3-4 ditë dhe vazhdon të njëjta simptome, atëherë duhet të shikojmë edhe terapi tjetër. Për fund, specialistja e mjekësisë familjare tha se vaksinimi mbetet metoda më e thjeshtë dhe më e lehtë e më e suksesshme e mbrojtjes nga gripi. Një prurje të re në letërsi e ka sjellur gjatë kësaj jave piktori dhe shkrimtari Masar Kupa. Në një përmbledhje me titull Shprehje të mëdhshme gjakovare, shkrimtari Kupa ka përmbledhur shumë elemente që përfaqësojnë leksikun gjakovar ndër vite. Sot në bibliotekën Ibrahim Rugova u promovua libri Shprehje të mëdhshme gjakovare i autorit Masar Kupa, i cili tashmë është në duart e lexuesve si një përpjekje e veçantë për ruajtjen dhe transmetimin e trashëgimisë gjuhësore të qytetit. Libri synon të pasqyrojë pasurinë shprehimore të folmës gjakovare, duke ruajtur shprehje e thënie të vjetra që kanë shoqëruar jetën dhe komunikimin e brezave ndër vite. Kjo përmban një farë lërësie e gjuhës, e shpirtit, si më thonë, e Gjakovës, ato shprehjet, dashurin, gjatë shekujve, e miqësinë, urrejtjen, nemat besa, po, dhe më thonë, përgjithësi është një shpirt, një drejtare e qytetit Gjakovës. Redaktoria e librit, profesoresha doktoresha Migena Arllati, vlerësoi se këto shprehje nuk janë vetëm fjalë, por bartin me vete një pjesë të rëndësishme të jetës shoqërore, emocioneve dhe marrëdhënieve njerëzore, duke bërë librin një dëshmi të çmuar të identitetit kulturor të Gjakovës. Nuk janë thjesht shprehje, veç fjalë, por në të shtrihet një pjesë e rëndësishme e mentalitetit, e kontaktit të njerëzve, komunikimeve mes tyre, të natyrave të ndryshme, të gëzimit, të idhërimit, të brengosjes, të ndoshta ndonjëherë të inateve, apo edhe të ndjesive për cilat sigurisht se njeriu është i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjshëm që i shpreh me anë të fjalës. Pra, shpeshherë fjala thot më shumë se sa veprimi, apo më shumë se sa ajo që ne kemi brenda në vetvete. Prandaj ky libër për këtë arsye është i veçantë, pasi mbart një pjesë të historikut të asaj se çfarë përmbledh areali i Gjakovës, dhe autori me shumë vëmendje në vite, në dekada, sikur se tregon edhe vet, i ka mbledhur, i ka shënuar. Për fund nga ceremonia promovimit u tha se libri Shprehje të mëdhshme gjakovare vjen si një kontribut i çmuar në ruajtjen e trashëgimisë gjuhësore dhe kulturore të Gjakovës. Ndoqet përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.